Eli Fara është pa diskutim një nga zërat më të veçantë të muzikës popullore shqiptare, por Zoti nuk i ka dhuruar vetëm zërin, por edhe bukurinë. Në Shqipëri, të moshuarit përdorin një shprehje: kush linde bukur, linde martuar, dhe në këtë pikë nuk bën përjashtim as këngëtarja. Interesi për jetën private të Eli Farës është tejet i madh, por së fundmi, kur janë hapur dosjet e sigurimit, është zbuluar një fakt shumë interesant për jetën e saj private. Një i ri, biznesmen i fuqishëm shqiptar në Amerikë, prindit e të cilit jetonin prej vitesh në Shtetet e Bashkuara, ishte marrëzisht i dashuruar me këngëtaren shqiptare, madje donte edhe të martohej me të. Këto lëvizje nuk i kishin shpëtuar sigurimit të shtetit, që kishte vënë nën përgjim shqiptari me banim në Amerikë dhe këngëtaren. Por si u takua Eli Fara me djalin nga Amerika? Sipas raportit të shërbimeve sekrete, në vitin 1988, Eli Fara kishte qenë në Greqi për një koncert me ansamblin shqiptar dhe aty kishte takuar milionerin shqiptar, i cili ishte dashuruar marrëzisht me të dhe i kishte propozuar të martoheshin bashkë. Sipas raportit të shërbimeve sekrete, ekzistonte mundësia që Eli Fara të arratisej nga Shqipëria kur të dilte jashtë në koncertin e saj të radhës. Këto janë dokumentet e publikuara që tregojnë ndjekjen që i është bërë këngëtares në ato vite. Eli nuk u lejua më të dilte nga Shqipëria, kështu që shqiptari që banonte në Amerikë ka telefonuar krerët më të lartë të shtetit shqiptar, duke i kërkuar që ta lejonin të martohej me Eli Farën. Përgjigjja që mori ishte: këto punë nuk janë aq të lehta sa të duken, janë vendime që i merr partia. Kjo ishte fundi i një ndjenje të fortë dashurie, që sistemi nuk i dha mundësi të finalizojë. Dokumentat e dala së fundmi e tregojnë qartë këtë fakt.